Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama është takuar sot me përfaqësues të shoqatave të transportit, të cilave qeveria u ka akorduar 500 milion lek për të mos rritur biletën për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Kjo ndihmë të Rama do të shërbejë për kompensimin e rritjes së çmimit të biletës në transportin urban qytetas dhe ndërqytetas. Qeveria ka vendosur që ditën e hënë me 21 mars të jetë pushim për administratën shtetërore. Madje ekzekutivi do të vendosë që në këtë ditë të ndalohet dhe qarkullimi i automjeteve, por tashmë jo për arsye ekologjike, por për të kursyer energji. Në tavolinën e kryeministrit Edi Rama është dhe një tjetër opsion për punën e administratës. Do të bëjmë përsëri një mbledhje. Sot ne kemi vendosur mbledhjen e qeverisë që të bëjmë ditën e hënë pushim, duke pas parasysh ato që janë shpjeguar, besoj, pas mbledhjes. Do bëjmë një tjetër mbledhje që ta bëjmë ditën e hënë pa makina, nëse do të vendosim kështu, por sigurisht që do të vi gradualisht ajo që dhe agjencia thot, e diela pa makina, thonë ata, për të kursyer, jo për ekologji, ose flasim për 3 ditë mos vajtje në punë të si një shtoj si me Covidin, po jo më për shkak infeksionesh, po për shkak kursimi. Edhe disa pika tjera ka plani. Për të shmangur rritjen e çmimit të biletave për transportin publik qytetas dhe ndërqytetas, qeveria ka vendosur të rimbursojë me 100 lek për litër shoqatat e licencuara. E thonë ndryshe $5 milion për të suportuar diferencën dhe për t'ju kërkuar juve që të mos prekni në këtë fazë kaq delikate çmimin e biletës. Sipas Ramës, këto janë arsyet për të mos protestuar për zyrës së tij në kryeministri. Rritja e popullsisë, burimet njerëzore dhe lufta e bën më të detyrueshme kthimin e vëmendjes te bujqësia. Për këtë qëllim, Universiteti Bujqësor ka nënshkruar marrëveshje partneriteti me Universitetin në Michigan. Në ceremoni, kryeministri i vendit Edi Rama nënvizoi se qeveria do të ketë në vëmendje këtë sektor. Me nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin e Michigan me dati bujqësor në Tiranë, kryeministri Rama solli në vëmendje rëndësinë e kësaj fushë në kohën që jetojmë. Nuk është vetëm lufta në Ukrainë, por edhe rritja e popullsisë ajo që e bën të domosdoshme rritjen e numrit të ekspertëve në këtë fushë. Ndaj ai premtoi vendosjen në qendër të vëmendjes. Të gjitha burimet natyrore janë të kërcënuara sot nga rritja eksponenciale e popullsisë në përgjithësi, nga shumë gjëra që i dini më mirë se unë, dhe për të kthyer prapë në këtë sallë në kuptimin e arsyes pse jam mbledhur këtu, është themelore që ne së bashku të japim këtij universiteti maksimumin e mundshëm për të përshpejtuar adoptimin e Universitetit Bujqësor me kohën dhe për të përshpejtuar modernizimin e Universitetit Bujqësor, duke shfrytzuar sa më mirë burimet njerëzore të universitetit. E pranishme në ceremoni ishte edhe ambasadorja Yuri Kim, e cila edhe një herë përshëndeti vendimin e qeverisë shqiptare për strëhimin e familjeve afgane. Nuk kanë për të harruar kur mirëpritjen dhe humanizmin e popullit shqiptar. Në aktivitet nuk munguan as batutat kur Rama solli në vëmendje sjelljen në periudhën e komunizmit. Pëlqeu shumë pjesa që tha rektori, ju garantojmë çdo ambasadore, më kujtu koha kur vinte sekretari i partisë tu dhe i thoshte nga komiteti dhe i thoshte ai dekani i vjetër, ju garantojmë shoku sekretari i komitetit të partisë se ne do punojmë që partia dhe populli të jenë krenar për ne. Gjatë fjalës së saj, ministri Akushi theksoi se sektori i bujqësisë është prioritet për zhvillimin e vendit dhe kjo duhet të reflektohet në shifrat e studentëve të cilët zgjedhin degën e bujqësisë. Jorida Tabaku, e cila drejtoi për më shumë se 3 muaj hetimin parlamentar të inceneratorëve, njoftoi se Partia Demokratike ka dërguar në SPAK një dosje me rreth 80 faqe dhe 112 fakte që sipas saj implikojnë kryeministrin e vendit Edi Rama, kryebashkiakun Erion Veliaj dhe 48 persona të tjerë në aferën e 430 milion euro. Tabaku i bëri thirrje SPAK-ut që 3 çështje për inceneratorët
të Tiranës, Elbasanit dhe Fierit t'i hetojë si një dosje vetme. Pasi përmbylli hetimin parlamentar për inceneratorët, Partia Demokratike ka dërguar në SPAK një kallëzim penal për kryeministrin Edi Rama, kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj dhe për 48 persona të cilët i akuzon si grup të strukturuar kriminal. Jorita Tabaku thotë se ky komision ishte ndoshta më efektiv në 30 vitet e fundit, ndërsa sipas saj kanë dalë në dritë më shumë se 112 fakte që tregojnë abuzimet me miliona euro për inceneratorët e Fierit, Elbasanit dhe Tiranës. Dhe ne dorëzojmë sot SPAK-ut 112 prova. 112 prova të cilët tregojnë se si ka funksionuar qeveria e Edi Ramës si një grup i strukturuar kriminal. Dhe këtë e them me plot gojën, grup i strukturuar kriminal për veprimet dhe mosveprimet e tyre në aferën e incenerator. Padia e sotme përfshin 50 persona të niveleve politike dhe jo vetëm, antarë të komisionit të koncesioneve, por njëkohësisht edhe antarë të njësive të zbatimit të projekteve, të kontratave koncesionare, të cilët përveç se në shkelje të procedurave, njëkohësisht kanë ndihmuar, mbështetur, favorizuar 3 kompani koncesionare. Tabaku ju rikthye skemës, ndërsa tha se të gjitha kompanitë kryesohen nga 3 persona me lidhje të ngushta me qeveri, që kanë mundur të sigurojnë 3 kontrata me vlerë 430 milion euro. Ai kërkoi SPAK-ut që të ketë një hetim në grup për këtë çështje. Grupi ashtu siç ka funksionuar në faza të ndryshme të procesit dhe në faza të ndryshme të vendimarrjes ka operuar si një i vetëm. Sepse nuk është çudi që të 3 kompanitë e krijuara që kanë lidhje me njëra tjetrën, me të njëjtën pronar nga njëra anë, por nga ana tjetër që kanë marrë dhe po pagesat, po të njëjtët, i kanë fshehur pronarët e tyre të vërtet. Deputetja demokrate tha se dëmi ekonomik i shkaktuar nga 3 inceneratorët deri më sot është 70.4 milion euro, ndërsa akuzoi kryeministrin se po shpërblen me para shtesë këto kompani. Inceneratori Elbasanit ka një dëm ekonomik prej 25.2 milion euro. Inceneratori Fierit ka një dëm ekonomik deri më sot prej 22.8 milion euro. Inceneratori Tiranës deri më sot 39.1 milion euro. Gjithashtu, ajo i ka kërkuar SPAK-ut të hetojë pagesat që janë bërë jashtë Shqipërisë dhe përfshirjen e Arben Ahmetaj. Në mbi 600.000 euro dhe pagesa për kompanin po audituese zotëruar nga Stella Gugallia në 720.000 euro. Ajo që është më e çuditshme është pagesa për transferim kapitali jashtë, 25 milion euro. Pra nga të gjitha pagesat që ka dhënë buxheti i shtetit, këto kanë shkuar në këtë drejtim, kanë shkuar po këtë njëjtët persona. Ne kemi fatura pafund të cilët provojnë që këto janë për punë të pa kryera në fakt, sepse sot inceneratorët nuk ekzistojnë. Unë i kërkoj SPAK-ut, dhe kjo është kërkesa e dytë që bëj për SPAK-un, të hetojë të gjithë pagesat që kanë shkuar jashtë Shqipërisë, se si janë përdorur këto pagesa, po njëkohësisht faktin e përgjegjësive që ka Arben Ahmetaj në zbatimin e këtyre kontratave ku parat marra nga buxheti i shtetit janë përdorur për të ndërtuar inceneratorin Elbasanit dhe më pas të Fierit e të Tiranës, pra nga njëra kompani në tjetrën. Ditën kur u votua raporti i Komisionit Hetimor në Kuvend, 6 deputet Partisë Demokratike bashkuan votat me Partinë Socialiste, duke u shprehur kundër. Gjykata ka regjistruar ndryshimin në status të Partisë Demokratike të Lulzim Bashës që janë bërë në Kuvendin e 17 korrikut të 2022. Ndryshimet për regjistrim në gjykatën e Tiranës u dërguan me 13 dhjetor me 5 muaj vonesë. Gjykata e Tiranës ka regjistruar ndryshimet e Lulzim Bashës në statusin e Partisë Demokratike të miratuara në Kuvend në 17 korrik të vitit 2021. Gjykata vendosi pranimin e kërkesës së palës kërkuese Partia Demokratike e Shqipërisë, depozitimin e statusit dhe vendimeve të dala nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike të Shqipërisë i datës 17/07/2021. Ndryshimi i rregullave të funksionimit të Partisë Demokratike u propozua si një zgjidhje për krizën brenda saj, pas humbjes në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe rizgjedhjes së Bashës në krye të partisë në një proces të kontestuar nga kundërshtarët e tij në parti. Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike miratoi ndryshimet në statusin e partisë që ishin propozime të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai propozoi 11 ndryshime, duke përfshirë zgjerimin e kryesisë me të tjerë anëtarë dhe shtimin e numrit të sekretarëve. Kryedemokrati krijoi edhe këshillin e koordinues në qarkun e organizimeve elektorale. Basha nuk kishte asnjë propozim në lidhje me mandatin e kryetarit. Gjykata e Tiranës ka regjistruar ndryshimet e Lulzim Bashës në statusin e Partisë Demokratike të miratuara në Kuvend me 17 korrik të vitit 2021.
Ambasada ruse ka trajtuar me ironi deklaratën e ish kryeministrit Sali Berisha një ditë më parë kur tha se nuk ka pranuar të marrë shfet nga kompania e gazit rus. Vetë ambasada tha se është e habitur nga kjo deklaratë, ndërsa thumbon Berishën duke thënë se shuma e kërkuar nga ai duhet të ishte përradhore, që nuk ka mundur dot as Gazpromi që ta mbulojë një nga kompanitë më të mëdha ruse. Ambasada ruse ka trajtuar me ironi deklaratën e Sali Berishës një ditë më parë se nuk ka planuar të marrë shfet nga kompania e gazit rus. Vetë ambasada tha se është e habitur nga kjo deklaratë, ndërsa thumbon Berishën duke i thënë se shuma e kërkuar nga ai duhet të ishte përradhore, që nuk ka mundur dot as Gazpromi që ta mbulojë një nga kompanitë më të mëdha ruse të gazit. U habitë me fjalët e Sali Berishës se 10 vjet më parë ai refuzoi rishfetjen gjoja të propozuar nga Gazprom për zhvillimin e projekteve energjetike në Shqipëri. Në lidhje natyrisht pyetja sa kërkoi zoti Berisha që as Gazpromi nuk mundi t'i mbledh dot. Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar një ditë më parë se ka refuzuar një ofertë marramëndse nga kompania ruse e gazit Gazprom. Në kohën që ka qenë kryeministër, Berisha u shpreh se kishte bërë një gjë të tillë në interes të vendit, teksa shtoi se kishte preferuar të nënshkruante marrëveshje me TAP-in, që sot është një çlirim i madh për Europën e përfshirë nga ethet e gazit. Ditën e djeshme TAP transportoi sasinë e parë të gazit natyror prej 10 miliard metër kub në Europë përmes pikave të daljes në Greqi, Shqipëri dhe Itali, të cilët i ofrohet mundësia për transportin e gazit nga Azerbajxhani drejt tregjeve më të mëdha europiane. Komisioni Europian ka hedhur poshtë deklaratat e kryeministrit Edi Rama që protestat e qytetarëve shqiptar kundër rritjes së çmimeve i shërbejnë Rusisë dhe Kremlinit. Nënkryetari i KS Joseph Borrell ju është përgjigjur pyetjeve të Eurokativ që lidhet me protestat e zhvilluara në Shqipëri. Borrell u shpreh se protesta e qytetarëve shqiptar kundër rritjes së çmimeve janë legjitime. Qytetarët në Shqipëri si në pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor dhe Maqedon ka shqetësime legjitime për rritjen e çmimeve të karburanteve dhe ushqimeve, tha Komisioni Evropian. Bashkimi Evropian rikujton se respektimi i standardeve europiane për lirinë e grumbullimit paqësor dhe për mbrojtjen dhe për përfshirjen e grupeve të cënueshme janë kërkesat kyçe të anëtarësimit që monitorohen nga afër. Të gjithë aktorët e përfshirë duhet të ushtrojnë qetësimin dhe përmbajtjen maksimale, shtoi më tej Komisioni Evropian. Deklarata e Komisionit vazhdoi se rritja e çmimeve është rënduar kryesisht nga lufta e agresionit të nisur nga Rusia kundër Ukrainës dhe jo nga sanksionet e Bashkimit Evropian dhe për afrimi i Shqipërisë me to. Sanksionet e Bashkimit Evropian që synohen me kujdes dhe synojnë që ata të jenë përgjegjës për politikat apo veprimet që Bashkimi Evropian dëshiron të ndikojë duke reduktuar sa më shumë që të jetë mundur çdo pasojë të paqëllimshme, vazhdon më tej deklarata. Komisioni vuri në dukje gjithashtu ngritjen e një komiteti të posaçëm për të trajtuar ndikimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës në ekonominë shqiptare dhe bordi kombëtar për administrimin e karburanteve, si dhe monitorimin e vazhduesëm të situatës nga Autoriteti i Konkurrencës së Shqipërisë. Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë partnerët e saj të Ballkanit Perëndimor në zhvillimin ekonomik gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në veçantë duke u përgjigjur ndikimit social dhe ekonomik të luftës, goditjeve të mundshme në të ardhmen dhe për të lejuar rimëkëmbjen ekonomike, përfundoi deklarata. Shqiptarët kanë mbi një javë që protestojnë për rritjen e çmimeve të karburanteve, energjisë dhe ushqimeve duke kërkuar lehtësim të ndryshimeve fiskale. Ecime të tjera informacione, një protestë mbar kombëtare kundër rritjes së çmimeve është thirrur për ditën e shtunë përpara kryeministrisë. Grupi iniciator lajmëroi se parashikohet bllokimi i sheshit para kryeministrisë pa afat nëse qeveria nuk do të negociojë me protestuesit 5 pikat e ultimatumit që janë bërë publike. Protesta do të startojë në orën 11 tek sheshi Skënderbej dhe do të marrshohet përpara kryeministrisë ku pritet i bashkohen student, fermer, taksis, biznes i vogël apo dhe operator turistik. Masat e premtuara në një javë vonesë nga kryeministri Rama për zbutjen e rritjes së çmimeve të hidrokarbureve dhe produkteve të shportës nuk kanë bindur as pak shoqërinë civile dhe grupet e interesit që janë lajmëruar mbajtjen e protestës së dytë kombëtare në Tiranë ditën e shtunë në orën 11. Unë besoj se për shumicën e qytetarëve ka qenë e kuptueshme që ky ishte një përrall e stisur nga kryeministri për të mos njohur faktin që kjo është një protestë e qytetarëve dhe jo e një grupi ose një pakice të zhurmshme siç ai na cilësoi fillimisht. Kështu që besoj se edhe qytetarët vetë kishin kuptuar dhe Komisioni Evropian thjesht e rikonfirmoi. Nëse qeveria është kokfort dhe nuk pranon të negociojë, këtë të shtunë datë 19 mars në orën 11, të gjithë qytetarët nga i gjithë vendi do të jetë në protestë sërish dhe do të marshojnë nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë.
Grupi iniciatori protestës thotë se i ka drejtuar një listë kërkesash imediate kryeministrit nga kuvaret dhe vimësia e protestës apo për shkallëzimi i saj. Heqje e taksës së qarkullimit dhe pezullimi i barrës fiskale mbi çmimin e karburantit. Pezullimi të TVSH-s për produktet bazë të shportës. Zgjerimi i skemës së kompensimit dhe mbështetjes për fermerët. Një paketë reale ndihme për pensionistët, invalidët dhe familjet me ndihmë ekonomike për te kalimin e krizës. Gjithashtu, hetim dhe mbikëqyrje të koncesioneve dhe të operatorëve ekonomik që ndikojnë arbitrarisht në çmimet në treg, veçanërisht në sektorin e hidrokarbureve. Protestës janë bashkuar një numër i madh i grupeve të interesit që po përballen me rrezikun real të falimentit, si biznesi i vogël, fermerët, taksistët, por edhe operatorët turistik. Nga qëndrimi, qeveria nuk mund të ndërhyjë, duhet të shtrëngoni rripin, duhet të kurseni, duhet të ecni në këmbë. Qëndrimi ndryshoi në qeveria ka gati paketën e masave. Me vazhdimin e protestave u ndryshua prap qëndrimi dhe qeveria uli çmimin e karburantit. Më pas qeveria përngjysmoi furnizimin me karburant të institucioneve. Më pas qeveria ndërhyri sërish me një paketë tjetër masave që do të ulë çmimin e produkteve ushqimore. Ndërkohë, iniciatorët e protestës kanë zbuluar një nga skenarët e përshkallëzimit të saj. Njëri nga skenarët është përshkallëzimi dhe përshkallëzim do të thotë që ne do të ulemi në shesh para kryeministrisë dhe nuk do të lëvizim. Varësisht të përgjigjes nga kryeministri. Shqipëria i hap dyer të refugjatëve nga Ukraina, të cilët do të kenë të drejtën të qëndrojnë në vendin tonë pa leje për 1 vit. Ky vendim u mor ditën e premte në mbledhjen e qeverisë. Për të huajt me propozimin e ministrit të Brendshëm dhe ministrit për Europën dhe punët e jashtme. Gjykata kushtetuese ka gjetur shkelje në procedurat e ndjekura nga SPAK dhe gjykata e posaçme për izolimin e Emiliano Shullazit në sistemin e sigurisë së lartë 41 bis të burgjeve në korrik të vitit 2020. Sipas kushtetuese, se vendimi është bazuar në kërkesën e SPAK-ut që t'i referohen të dhënave sekrete se Shullazi vijon aktivitetin kriminal nga brenda burgjeve. Për këto të dhëna sekrete nuk janë paraqitur asnjëherë në proces dhe sipas kushtetueses kjo është parregullsi e kryer nga SPAK dhe gjykata e posaçme. Gjykata kushtetuese ka gjetur shkelje në procedurën e ndjekur nga SPAK dhe gjykata e posaçme për një prej vendimeve të para të izolimit të dënuarve në sistemin 41 bis të burgjeve shqiptare. Pas shqyrtimit të ankimimit të paraqitur nga avokatët e Emiliano Shullazit, institucioni gjyqësor më i lartë në vend me një vendim të datës 22 shkurt 2022 ka konstatuar cënimin e së drejtës për proces të rregullt dhe të ligjor. Ky problem, sipas gjykatës kushtetuese, është kontestuar gjatë gjykimit të ankimimit ndaj urdhrit 253 të datës 28 korrik 2020 të Ministrisë së Drejtësisë për vendosjen në regjim të posaçëm në burgun e sigurisë së lartë për të paraburgosurin Emiliano Shullazi. Kushtetuesi thekson se gjykata e posaçme shkallës së parë, ajo e apelit dhe gjykata e lartë kanë marrë vendime antikushtetuese për këtë çështje si pasojë e mosrespektimit të parimit të kontradiktoritetit. Konkretisht, gjykata kushtetuese përshkruan me vendim se vendimi i gjykatës së posaçme për izolimin e Shullazit në sistemin 41 bis ishte marrë në korrik të 2020 bazuar në kërkesën e prokurorisë së posaçme. SPAK kishte mbështetur kërkesën në informacione sekrete, të cilat në asnjë rast nuk janë paraqitur në proces, nuk janë dorëzuar gjykatës dhe as nuk janë dhënë avokatëve të pandehurit. Madje gjykata e posaçme kishte nxjerrë urdhër për të marrë dosjen me këto të dhëna nga Ministria e Drejtësisë, por më pas ishte tërhequr nga ky vendim. Nga ana tjetër, SPAK ka pretenduar se informacionet sekrete nuk janë paraqitur në gjyq për shkak të mungesës së autorizimit për përdorimin e tyre. Pavarësisht kësaj, SPAK i ka faturuar Shullazit akuza për vazhdimsinë e aktivitetit kriminal nga brenda burgut, madje edhe kontaktet e takimit dhe me lejimin e drejtuesve të burgut 313 me qëllim kanosjen e gjyqtarëve. Gjykata kushtetuese vëren se qëndrimi i SPAK-ut dhe i vetë gjykatës së posaçme për të izoluar të pandehurin në sistemin 41 bis pa u njohur me provat ndaj tij përbën shkelje. Sipas vendimit, gjykata bën pjesë tek ato institucione të cilat duhet të njihen me materialin e klasifikuar sekret para se të vendosin cënimin e të drejtave themelore për personat që ndodhen në kushtet e kufizimit të lirisë së tyre në ambientet e paraburgimit ose të burgimit. Gjykata penale në Tiranë ka lënë në arrest shtëpie 61 vjeçarin Artan Koçia, i arrestuar një ditë më parë për vjedhjen e 4000 veprash arti që mendohet të kapin vlerën e 8 milion euroje. Prokuroria ka kërkuar arrest me burg për të. Vetë Koçia mosohet se ka deklaruar në seancë se nuk është hajdut, por koleksionist.
Artan Koçi, i cili u kap një ditë më parë me 400 vepra arte në banesën e tij, ka hedhur poshtë se ato janë të vjedhura. Gjatë dëshmisë së tij, parajtuesve 61 vjeçarit shprehet se këto vepra i ka blerë në tregun e zi. Nuk jam hajdut, jam koleksionist. Veprat e artit i kam blerë në treg të zi. Jam restaurues me licencë, tha Koçiu. Ai u arrestua një ditë më parë në banesën e tij në Tiranë, ndërsa prokuroria kërkon mas arrest në burg. 4000 vepra arte të zbuluar në një banesë në Tiranë në rrugën Shoqëri Brari, që ishin të karakterit fetar dhe kapnin vlerën 8 milion euro. Vepra dyshohet se janë vjedhur në kishat në Shqipëri, Greqi dhe Maqedoni, ndërsa vetë Ministria e Kulturës një ditë më parë tha se 20 ikona janë vjedhur në Maqedoni në Veriut dhe do i ktheheshin. 61 vjeçari Artan Koçiu ka qenë i arrestuar edhe më parë dhe në vitin 2013 gjatë operacionit Ikona, së bashku me Gjergji Dhimio, të akuzuar për trafik ikonash. Koçiu do të përballet me veprën penale, vjedhja e veprave të artit të kulturës dhe trafikimi i veprave të artit dhe të kulturës. Gjykata e apelit në Tiranë la në fuqi pezullimin nga detyra të Armand Dukës dhe zyrtarëve të tjerë të FSHF-s, Ilir Shulkut dhe Ardian Haxhit. Duka akuzohet për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash për shkak të manipulimeve që u bën në zgjedhje me shoqatat rajonale të futbollit. I zgjedhur pak ditë më parë në krye të FSHF-s për mandatin e tij të 6, Armand Duka do të vazhdojë të jetë i pezulluar pasi apeli nuk i ka pranuar kërkesën për heqjen e kësaj mase. Gjyqtari Gentian Shala ka rrëzuar kërkesën për heqjen e masës së sigurisë ndaj Dukës dhe 2 vartësve të tij, Ilir Shalku dhe Ardian Haxhi. Këta 3 zyrtarë të Federatës Shqiptare të Futbollit janë në hetim nga prokuroria pasi dyshohen për falsifikim të dokumenteve zyrtare për të zgjedhurit fitues në krye të shoqatës rajonale të futbollit Tirana Krenar Ali Mehmeti. Për nisjes së seancës, avokatët e Dukës kërkuan përjashtimin e gjyqtarit Gentian Shala, por pas refuzimit të këtij, kjo kërkesë u shqyrtua nga gjyqtari Ilir Toska, i cili vendosi që gjyqtari Shala të vazhdojë me çështjen. Pas rinisjes së seancës, prokurori Gentian Xholi deklaroi se masa duhet të mbetet në fuqi për t'i garantuar kohën prokurorisë për 3 muaj hetime, siç e parashikon ligji. Kjo mas pezullime marr fillimisht nga gjyqtari Artian Gjermeni në dhomën penale Tiranë me 4 mars 2021, para se Duka të rizgjidhej në krye të FSHF-s e bën të pamundur ushtrimin e funksionit si president të Dukës dhe pse ai ka marrë një mandat të ri. Të martën, Armand Duka u rikonfirmua presidenti i Federatës në zgjedhjet e mbajtura nga Asambleja e Përgjithshme në një proces të manipuluar që në gjinisë së saj, Armand Duka u rizgjodh me 15 mars sërish në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit. Pas një surprizë, ai arriti që të siguronte 37 vota nga 43 votues të vlefshëm që morën pjesë në asamble, duke krijuar drejtimin e institucionit më të rëndësishëm të futbollit në vend për 4 vitet e ardhshme. Do të ecim me një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Vjon të mbetet e qëndrueshme situata epidemiologjike në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, bën me dije se janë kryer 1142 testime, nga të cilet kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 56 qytetar. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë viktim. Në 24 orët e fundit janë shëruar 32 qytetar, duke çuar numrin e përgjithshëm të shëruarve në 223.262. Në total, numri i rasteve aktive është 668. Në 24 orët e fundit janë dhënë 319 doza të vaksinës kundër COVID-19. Që prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.819.039 doza të vaksinës, ndërsa 819.012 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Gjithashtu janë dhënë 99.011 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Vjon të mbetet e qëndrueshme situata epidemiologjike në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se në 24 orët e fundit janë kryer 1866 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 76 qytetar në këto bashki, 36 në Tiranë, 6 në Lushnjë, 5 në Himar dhe Sarand, 4 në Durrës, 3 në Fier, Dropull, 2 në Kavaj dhe Skrapar, 1 në Shkodër, Kukës, Tropoj, Lezhë, Divjak, Delvin, Gjirokastër, Kuçov, Elbasan dhe Prenjas. Janë 639 pacient aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 29 pacient, nga të cilët 5 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit nuk asnjë humbje jete me SARS-CoV-2. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 71 qytetar, duke çuar numrin të shëruarve në 268.835 që nga fillimi i epidemisë.
Vjet në pranga një 34 vjeçar i shpallën në kërkim kombëtar e ndërkombëtar për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Shërbimet e komisariatit të policisë MAT në aksin rrugor Laç Mamuras arrestuan shtetasin iniciale GD, 34 vjeç, banues në bazë të MAT-it. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi me datë 12/10/2021 gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë në banesën e tij, është gjetur një sasi lëndë narkotike kanabis sativa dhe një armë zjarri automatik. Gjykata e rrethit mas ndaj këtij shtetasi vendosi masën e sigurisë arrest me burg. Materialet kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë MAT për veprime të mëtejshme. Të nderuar televizionistë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Ishte gjithçka e përgatitur. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.